balancosh. Sepse në qoftë se fokusohesh veç te njëna, nuk mund t'i kesh të tjerat. Ama është e rëndësishme që në çdo kohë ti t'ju qëndrosh konsistent vendimeve të cilat i merr si zgjedhje tuat në jetë. Për momentin, unë mund të them që po, fëmijët veç se po rritën, po pavarësohen. Kur jemi këtu, a këshidohesh që ndoshta në të ardhmen vajzat, fëmijët të jenë pjesë e ekranit televiziv? Në fakt, nuk mundëm me mohu që po kisha dasht edhe më ishte bo qefi. Ama nuk ua kam imponu. Vajza në një farë mënyre është pjesë e medjave, e industrisë medjave është, do tjetë, kam përshtypjen se është studente dizajnit grafik dhe arteve vizuale. Djali ka zgjedhur studioj arkitekturën, është student i vitit parë në arkitekturë, ndërsa vajza e vogël është 9 vjeç e gjys. Tani, unë shpresat e kam që kjo e vogla do të vi ka ekrani. Mendoj që e ka talentin. Po duket që dëshira qenë ka e madhe. Po, mendoj që e ka talentin, edhe duhet të ndaj një moment shumë interesant me këtë rast. Po, me shumë knaqësi. Ajo e din, se unë i tham, ti ki me punu si babi, ki me punu me babin. Por më refuzon gjithkohë, nuk du mu bo prezentus, nuk du mu bo gazetar në televizion. Dhe kur ka qenë festa e abetarës, një 2 muaj, ka bo ushtrime në shtëpi, e nuk e kam pa unë. Kur kam ardhur në shtëpi, kam ledh letrat edhe i ka fsheh. Nuk e kam pa. Ndërkohë e pyesja, çka ke me boti te festa abetarës? I bëj kështu krahët. Kështu e ka zanat. Kishte diçka. Cilën shkronjë e ki? Ma tregoj një shkronjë. Ama kur kam shku në festën e abetarës, ajo kishte qenë prezantuesja. Sa mirë. Dhe më thonë, e kam bajt surprizë për mua. Jo vetëm që ishte prezantuese, por edhe recitoi, edhe mori pjesë në një shfaqje aty që e kanë si skeç të vogël, edhe këndoi duket, edhe gjithçka bënte edhe kujdesej të tjerët kur me hy, kur me dalë. Do me thonë, funksiononte në skenë si kur mu kanë gjithçka e saja. Plus, kur erdhe në shtëpi, tha bab, e pse ke qajt? Ti tha se të kum patu qajt. Do me thonë ka bo me lot. Që unë mendoj që ajo talentin për këtë pjesë e ka, veç varet a don me zhvillu apo jo. Do të më bëhe qefi shumë nëse do të pasonte rrugën time, po them, në ekran. Po shpresojmë që në të ardhmen. Tash është koha që të hajmë diçka, Resul. Faleminderit shumë. Çka do të ham?